Përshëndetje. Me qëllim që të sigurohet zhvillimi i vazhdueshëm i biznesit, çdo kompani duhet të investojë dhe gradualisht të arrijë qëllimin. Kjo do të thotë se ardhmja e kompanisë varet nga planifikimi i mirë dhe nga investimet efikase. Idetë e reja dhe entuziazmi ndaj një investimi nuk bën të rrezikojnë biznesin aktual. Por nga aspekti financiar, një investim arsyetohet vetëm nëse rezultatet arsyetojnë përpjekjet dhe resurset e investuara në të. Sipas ekspertëve të Procredit Bankës, secila kompani duhet ta përcaktoj me kohë periudhën kur investimi shpaguhet, qoftë përmes kursimeve që ja sjell, qoftë përmes ngritjes së produktivitetit. Kjo është sidomos me rëndësi kur një investim planifikohet të bëhet me kredi, me që rast konsultimi me këshilltar në bankën tonë do të ishte i dobishëm. Ishte ky edicioni i dytë i rubrikës Banka ime, mirupafshim në edicionin e radhës.